Arizonën e kam taku verën e vitit 2002, edhe ka qenë interesant se unë ja lypa numrin e telefonit, ajo ma dha një vizitkartë, që ke shumë interesant për atë kohë. Kemi dalë bashkë, na ka shku shumë muhabeti, edhe kemi nisi jetën bashkë. Por pas që dashnia jetës ime është partnera me cilin e kam ndërtu gjithçka çka kam, po dhe familjen time. Kemi 2 fëmijë të mrekullueshëm, Omerin dhe Umën, cilët janë frymëzimi joni i përditshëm. Një moment i rëndësishëm në jetën time kanë qenë studimet e magjistraturës në Universitetin e Harvard. Harvardi ka qenë kulmi i ëndrrës time akademike. Që më ka bu përshtypje shumë, ka qenë një mbishkrim kur e kam vizitu s'pari herë Harvardin, e i cili ka shkruar: "Depart to serve better thy country and thy kind." Nisu për të shërbyer më mirë atë dheut dhe bashkëkombësve tu. Këtë mesazh e mbaj edhe sot, ka qenë inspirim atëherë, është inspirimi jam i përditshëm. Gjatë karrierës time politike më duhet me veçu angazhimin tim si ministri i shëndetësisë, ku për 2 vite bashkë me shumë njerëz e ekipe kemi bërë ndryshime madhore. I larguam ato listat e pritjes për stenda, edhe u shpëtuan jetë njerëzish e u kursyn miliona euro nga xhepi i qytetarëve. E ndalëm korrupsionin dhe ato abuzimet e mëdha që ishin me çmimet bana. Edhe aty në Ministrinë e Shëndetësisë se kom pa prej afër çfarë efekti ka politika e mirë. Kjo është diçka motivuese për mua edhe sot. Besoj që edhe në Prishtinë, bashkë muj me bo ndryshime.